më teknike të mundshme, eksperte në për çështjet e integrimit, cilën e prezantoi në këtë çast Ermelinda Muçaj. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi është e imi. Tani ne në fakt kemi trajtuar shpesh në studiot televizive grup kapituj të rëndësia e tyre, por jam i sigurt që qytetarët duan ta kuptojnë edhe më qartë, edhe më thjesht. Tani, çka do të thotë kjo për Shqipërinë së pari, për ata, po themi, grupet e cilët kanë për detyrë të plotësojnë të gjitha kriteret, reformat që duhet arriten, por padyshim edhe për qytetarët. Do të thotë që jemi më pranë integrimit apo tani ka filluar puna e vërtet për arritjen e objektivave? Tani më me hapjen e grup kapitullit të 5, siç e përmendët edhe ju, shënohet edhe mbyllja, shënohet hapja e të gjithë kapitujve, të 33 kapitujve që janë pjesë e UAKIS, që në fakt tashmë i kemi të ndarë në 6 grup kapituj, sipas metodologjisë së re të zgjerimit të shkurtit 2020. Kjo në fakt është një arritje për Shqipërinë, duke qenë se e gjithë hapja e grup kapitujve është bërë në një periudhë shumë të shkurtër, vetëm për një vit, duke llogaritur që hapja e grup kapitullit të parë themelor të kryer vetëm në 15 tetor 2024, dhe tashmë kemi dhe hapjen e grup kapitullit të fundit ditën e djeshme. Ka rëndësi patjetër, por duhet të kemi parasysh që përveç se hapjes, e rëndësishme është edhe pjesa e mbylljes së kapitujve. Dhe kjo arrihet duke referuar edhe piketave përmbyllëse, të cilat janë parashtruar në pozicionet negociuese të Bashkimit Evropian. Në këtë rast, për kapitullin 5 ishin shënuar vetëm 18 piketa përmbyllësa, por në këtë rast ishte e specifikuar edhe në raport, literalisht, tekstualisht, që grup kapitulli parë themelorët është ai që na tregon ritmin. Këtë tashmë ne e kemi të qartë edhe vetë nga metodologjia e re e zgjerimit, e cila na e parashtron shumë qartë që grup kapitulli parë është ai që na tregon ritmin për të gjithë hapin e negociatave. Duke qenë se kapitulli 23 dhe 24, përveç se janë më voluminozët nga legjislacioni, por janë më të rëndësishme duke marrë në parasysh që shteti së drejtës, të drejta themelore, funksionimi i institucioneve demokratike janë parime të panegociueshme në këtë proces. Ajo çfarë mund të negociohet gjatë procesit janë vetëm afatet dhe periudhat, që tashmë po diskutohet dhe periudhat tranzitore për kapitull specifik, siç është kapitulli 27, i cili ka një kosto shumë të lartë krahasimisht me kapituj të tjerë, por parimet dhe vlerat nuk janë të negociueshme. Qartë, ndërkohë, nëse ne për shembull, unë tani po përpiqem që të kem në një këndvështrim tuaj ndoshta dhe më praktik të gjës, pra pavarësisht optimizmit të qeverisë, optimizmit të personave përgjegjës në krye të institucioneve, që thonë, ok, ka një punë voluminoze për të arritur këtë objektiv, në kontekstin praktik, dhe jam i sigurt që në analizën tuaj do ta kemi përgjigje më të qartë dhe më konkrete. Është gati Shqipëria, pra sa larg jemi këtij objektivi? Dhe kur them gati, padyshim ju e dini fare mirë kushtet, kriteret që duhet të arrihet të plotësohen. Nëse e shohim pak ftohtë, sigurisht pa përfshirë entuziazmin e integrimit. Entuziazmi qëndron thjesht në hapjen shumë të shpejtë të kapitujve, krahasimisht me vende të tjera të rajonit, të cilat ju është dashur vite të tëra me radhë për të hapur kapitujt njëra pas tjetrit, duke llogaritur që për vende të caktuara si Malizia apo Serbia i kanë filluar negociatat edhe para vendosjes të emiratimit të metodologjisë së re të zgjerimit, por normalisht në praktik duhet patjetër që të kemi parasysh edhe vlerësimet dhe interpretimet e tanishme për sa i përket nivelit të përgatitjes dhe progresit, që na tregohen qartazi në raportin e Komisionit Evropian të publikuar disa ditë më parë. Nga vetë raporti shihet që disa kapituj kanë patur një rritje të ndjeshme, por shumica e tyre ka një përgatitje mestatare dhe progresin e kanë të kufizuar. Mund të përmend këtu që kapitulli 24 në fakt ishte ai që kishte një progres të mirë së bashku me kapitullin 15. Kapitulli 24 referohet drejtësisë, lirisë dhe sigurisë, ka të bëjë me luftën kundër krimit të organizuar, me të gjitha praktikat e mira për sa i përket organizimit të strategjive migratore, për azilin,
apo dhe për luftën kundër terrorizmit. Kështu së bashku me kapitullin 15 energjia dhe kapitullin 31 për politikën e jashtme, ku mund të përmend këtu që Shqipëria në fakt është 100% e harmonizuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, këto 3 kapitull ishin vetmit që kishin një progres të mirë në raport. Por vërejmë që disa kapitull të tjerë vazhdojnë të kenë të njëjtë nivel përgatitje apo progresi. Mund të përmend këtu kapitulli 28 për mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik, që vazhdon të ketë një përgatitje të hershme, jo vetëm këtë vit, por vazhdon të ruajë ashtu siç ka qenë në vitin e kaluar edhe në vitin 2023. Ndërkohë, cila është fusha më e vështirë që do të përcaktonin në këtë çast, që kërkohet padyshim më tepër për kushtim? Në këtë periudhë kohore që ka ngelur edhe duke marrë parasysh këtë objektiv që brenda 2030-s në kontekstin politik e them, që është artikuluar shpesh, mund të jemi pjesë e BE-s. Pa dyshim, kapitulli 23 dhe 24 janë vlerat e vetë Bashkimit Evropian, të cilat janë të qarta edhe në traktatet themeluese të tij apo edhe në kartën e të drejtave të njeriut, që do të thotë tashmë ne kemi piketa ndërmjetme për këto 2 kapituj dhe duhet t'i përmbyllim këto piketa ndërmjetme në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër dhe të kemi piketa përmbyllëse. Mund të përmend këtu që nga